Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Miq dashur, sonte do të flasim për çështjet të cilat lidhen me zhvillimet ndërkombëtare, por edhe me zhvillimet tona të brendshme këtu, duke i lidhur në mënyrë të tillë që të kuptojmë se cili do të jetë aksioni ynë, cila do të jetë trajektoria e zhvillimeve të mëdha dhe zhvillimeve rajonale dhe zhvillimeve në vend, në mënyrë që të mos ecim në mjegull dhe të kuptojmë se çfarë është duke ndodhur. Mediat amerikane sot kanë folur qartësisht për një zhvillim të madh, të jashtëzakonshëm, i cili ka të bëjë me zhvillimet ndërkombëtare, i cili ka të bëjë me qeverinë e re botërore, i cili ka të bëjë me rendin e ri botëror. Nuk jemi duke folur për konspiracion, nuk jemi duke folur as për çështje të imagjinatës, jemi duke folur për media të rëndësishme amerikane, të cilat flasin për një sistem të ri që është duke u gatuar, apo është në përgatitje e sipër, apo është në projektim e sipër, cila mund të jetë formula e re që do të qeverisë botën dhe përrjedhoj pjesë e cilës si hemisfer mbeten vendet e vogla, të cilat nuk kanë fuqi gjeopolitike. Si do të ndahet torta, si do të ndahen ekuilibrat global, si po luhet loja dhe 4 skemat e mashtrimit përfundimtar të shqiptarëve në kushtet e kësaj loje të re të madhe gjeopolitike. Qëndroni me mua, unë nuk jam tek studio ime e zakonshme e përnatshme e Tiranës, sepse jam në udhëtim, por sonte, siç ju kam thënë, dhe çdo natë që unë do të kem mundësi, do të jem me ju për të ndarë të gjitha këto zhvillime të mëdha, sepse ne duhet kuptojmë atë që nuk ju a thonë tek mediat e mashtrimit, tek drejtarët e mashtrimit, të cilat i kontrollon një grusht i thellë anti-shqiptarësh, anti-njerëzor, një grup satanistësh, anti-shqiptar, të cilët janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin dhe po bëjnë bashkarisht një plan të mirëfillt për të dorëzuar Shqipërinë në lojën e madhe të oqeanit, në oqeanin e madh të lojës së kombeve, në mënyrë që të blejnë pushtet për vetet e tyre dhe për pasardhësit e tyre. Rama dhe Berisha këtë nuk lënë minut pa e treguar dhe pa e vërtetuar, dhe në ndritën e këtyre zhvillimeve ne do të kuptojmë sot çfarë po luajnë fuqitë e mëdha, çfarë po luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë është duke u gatuar sot dhe çfarë po flitet sot në Washington, si do të reflektojë kjo në zgjedhjet globale dhe cilat janë zgjidhjet tona ne si popull të vegjël në mesin apo në ndritën e këtyre zhvillimeve të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Duhet të përpiqemi të kuptojmë se ajo që po vjen është shumë e madhe. Ne nuk flasim për njerëzit që nuk i kuptojnë situatat, ne flasim për njerëzit të cilët kanë dëshirë të kuptojnë. Ne flasim për ata shqiptar të cilët i hapin syt dhe hapin mendjen në këtë orë të rrezikshme që po kalon planeti. Orë e transformimeve të mëdha, orë për të cilën unë ju kam njoftuar ka 4 vite rresht, të gjithë miqtë e ri që kanë bërë subscribe kanalit dhe që nuk më njohin mua Krishnik Osmanin, që u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu, ju mund të shkoni tek videot e mëposhtme dhe tregoni, të kuptoni se çfarë kemi folur ka 4 vite rresht në këtë kanal dhe si kemi treguar të gjitha këto zhvillime. Ju kam thënë edhe në librin tim Stuhia e Thyrë, ju kam folur për periudhën tranzitore të cilën po kalon bota. Na thanë jeni konspiracionist, na thanë jeni psikopetër, këta sorosianët e mediave të Tiranës, ju njihni të gjithë fytyrat e tyre, por ajo që po ndodh është tashmë fakt. Rusia e thyu rendin botëror në 24 shkurtin e 2022-shit dhe tashmë jemi në moment të ri të madh. Europa është në sfidën e saj më të madhe të ekzistencës, ndërkohë në Tiranë edi Rama i gënjen shqiptarët se do i çojë në Europë. Europa nuk e di vetë ku do të jetë dhe si do të jetë dhe ku e ka kokën. Pse? Nga i sollëm këto. Shkoni shihni Politikon, shkoni shihni Wall Street Journal, shkoni shihni mediat amerikane dhe ato britanike. Çfarë po gatuhet sot? Donald Trump ka bërë gati një plan. Apo është duke e hedhur në tryezë, apo është duke testuar me të. Do të shkojmë drejt një bote ku do të eliminohet G20. Nuk kemi më nevojë për këto 20 vendet të cilat nuk e kanë më peshën që kanë patur pas luftës së dytë botërore dhe pas vitit 1990, pas rënies së ish Bashkimit Sovjetik dhe krijimit të rendit liberal botëror në këtë periudhë kohore.
Donald Trump dhe Amerika po shikojnë seriozisht se në botën multipolare, në të cilën ne tashmë kemi hyrë zyrtarisht, dhe këtë botë në të cilën duket qartë që do të ketë fuqi të mëdha, të reja që po ngrihen, duhet të gjejmë një formulë. Një formulë e cila e ruan leadershipin e Amerikës dhe të Washingtonit sipas përfiturimit të Donald Trump dhe të administratës amerikane, dhe ne këtu do të kuptojmë se çfarë po përgatitet në Washington. A mundet ne shqiptarët të rrezikojmë dhe çfarë duhet të presim ne? Po në thelb ne a kemi energji për t'i bërë ballë këtyre zhvillimeve të mëdha? Unë do t'ju shpjegoj të gjitha hap pas hapi, minutë pas minute, ashtu siç unë besoj dhe ashtu siç unë e kam këndvështrimin tim. Përpara se të hymë në të gjitha detajet dhe imësit shumë të rëndësishme të kësaj bisede, jeni të lutur t'i bëni subscribe kanalit dhe t'ja çoni atë pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse në këtë moment kemi vetëm një betejë të madhe. Betejat sot nuk bëhen me pushk, betejat bëhen me informacion, bëhen me kanal, bëhen me media. Ne media nuk kemi. Mediat i kontrollojnë Beogradi, mediat i kontrollojnë anti-shqiptarët, mediat i kontrollojnë disa oligarkë, të cilët ju i dini nga i kanë parat, ju i dini si i pastrojnë parat me Edi Ramën dhe për Edi Ramën, i cili gjithashtu në nivel makro është shndëruar në lavatriçe e parave për të gjitha kartelet e drogës dhe të kokainës këtu në Shqipëri, por edhe në rajon e Mëgjer. Këtë nuk e gjeni nga fantazia ime, por e gjeni tek raportet më të fundit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat flasin për narkoshtet, flasin për kartele droge, flasin për krim të organizuar, flasin për pastrim parash, flasin për një lavatriçe të madhe të pastrimit të parave të pista të drogës dhe të grupimeve kriminale, dhe flasin për atë që është quajtur narkoterrorizmi. Narkoterrorizmi, sfida më e madhe e Shtetit Bashkuara të Amerikës në zemër të fushës së saj të pasme dhe në veprim dhe në zbatim të doktrinës Monroe të presidentit James Monroe. Ata kanë vendosur të shpallin luftë narkoterrorizmit, por njëkohësisht janë duke bërë plane të tjera. Cilat janë planet? Planet janë të nxjerrim nga loja Europën. Këtë Europë e cila nuk e ka më fuqinë për të qenë lojtar. Britanikët janë dorëzuar, janë dobësuar shumë, francezët janë dobësuar, gjermanët janë dobësuar, italianët janë dobësuar. Nuk e kanë më fuqinë që kishin kur pushtonin dete e oqeane. Nuk janë më fuqit industriale të cilat kontrollojnë dhe dominojnë lojën ekonomike të planetit. Sot është Kina në rritje, sot është Rusia në rritje, sot ka vende të tjera në Azinë Qendrore në rritje, në lindjen e mesme në rritje. Afrika nuk është kërkuar në planet e askujt, por diçka e madhe po gatuhet. Cili është plani konkret? Plani konkret për cilin ka folur politiko dhe kanë folur të tjera media amerikane, është se amerikanët sot për të ruajtur rendin global, të dominuar prej tyre, Washingtoni sot ka një vizion të ri me syrin dhe me syzet apo me lentet e Donald Trump. Cili është ai? Mënjanimi i G20-s, mënjanimi i G8-s, mënjanimi i të gjitha vendeve të cilat u kanë rënë puplat. Dhe çfarë? Ndërtimi një aleance të re me disa fuqi të reja. Me kë? Aleancë me Kinën, me Rusin, me Indin, me Japonin. Dhe këtu ndërtojmë një qeveri të re të botës, e cila do të sundoj dhe do të rrëzoj tërësisht rendin aktual botror. Këtë rend liberal, i cili ka qenë i dominuar në mënyrë absolute nga Washingtoni, FMN-ja, Banka Botërore, institucionet ndërkombëtare, OKB-ja. Këto të gjitha mendohet sipas planit të zhbëhen. Nuk ja dim a do ta çojmë deri në fund apo jo, por duket qartë që amerikanët po bëjnë planin e rezervë për dominancën e botës. Ata e dinë se në qoftë se vazhdojnë me këtë betejë, ball për ball, kok për kok, kock për kock, dhëm për dhëm, me kinezët në rritje, me Rusinë në ngritje, dhe me Indinë në ngritje, dhe me fuqitë e tjera, me fuqinë teknologjike të frikshme dhe ekonomike të Japonisë, duhet të ndërtojmë një qeveri botërore të re, me rregulla të reja, në të cilën ndahet sërish torta e botës, mbi baza të influencave rajonale, të cilat do të kalojnë një pjesë në zonat e tyre të influencës rajonale klasike, ku kanë qenë përpara kësaj kohe, ose duke ruajtur ekuilibrat geopolitik aktual,
ose duke i ndryshuar ato me marrëveshje. Me marrëveshje ndërmjet Washingtonit, Pekinit, Moskës, New Delhit dhe Tokios. 5 qendrat e reja të dominancës botërore. Një qeveri e re botërore, një pol i ri botëror i cili synon të nxjerrë nga loja të gjitha hallkat e tjera të zinxhirit botëror. Sepse, sipas amerikanëve dhe sipas lojës së re globale, Europa nuk ka më fuqi të jetë lojtar. Sigurisht kjo nuk do të thotë që Europa do të zhbëhet, as që ajo do të zhduket. Europa është ende e fuqishme. Europa ka ende para, Europa ka ende njerëz, Europa ka ende fuqi, por ajo nuk e ka më fuqinë për të qenë fuqi perëndorake, për të qenë fuqi për të krijuar një pol të ri të rëndësishëm në ekuilibrat e ri global. Të paktën ky është vizioni i Washingtonit. Ky është vizioni i Donald Trumpit. Dhe ky është vizioni që po qarkullon sot, ose për matje pulci, ose për të hedhur vërtetësisht në të rrezat ndërkombëtare. Ju që jetoni në Europë dhe ju që jetoni në Amerikë, ju që jetoni në Britaninë e Madhe, e keni parë dhe e dini dhe jeni vetë dëshmitar të kësaj që po thuhet. Ky është realiteti. Nuk ka më para, nuk është më Europa që ishte. Nuk është më Italia që ishte, unë këtë dëgjoj për gjithë miqve të mi që vinë nga Italia. Ndonse mund të jetë më mirë se në Shqipëri, mund të jetohet më mirë se në Shqipëri, mund të paguhen billat, mund të paguhen faturat më lehtë se në Shqipëri, mund të mos diskutohet buka e gojës, mund të mos diskutohet ndoshta arsimimi i fëmijëve apo një ndihmë mjekësore në spital që mund të merret shumë më cilësore se në Shqipëri, ku rrinë njerëzit të shtruar tek kasapët e regjimit, miqt e oligarkëve, të cilët janë sot ministra e drejtësie dhe që kanë qenë vazhdimisht, dhe të cilët financohen dhe sponsorizohen drejt për së drejti nga oligarkët që konsumojnë parat e popullit dhe të shqiptarëve, parat e gjakut të popullit të shkatëruar, të poshtruar dhe në projekt zhdukje nëpërmjet koncesioneve, PPP-ve, tenderave abuziv të cilat vjedhin para tuaja. Ky është ndryshimi. Europa nuk është më ajo që ka qenë, Anglia jo, dhe Amerika nuk është më ajo që ka qenë. Të gjithë ata që vinë nga atje e thonë, ne nuk bëjmë më dot aq para sa bënim disa vite më parë, dhe jo shumë larg më parë, vetëm disa vite më parë. Kohrat kanë ndryshuar, fuqit kanë ndryshuar, ekuilibrat gjeopolitik kanë ndryshuar, fuqit reale kanë ndryshuar. Ndaj amerikanët duke e parë që një përplasje e fortë me Pekinin, apo me Moskën, apo me Indinë, apo me gjitha këto fuqi të reja në ngritje, mund të shkaktonte një kaos fatal botëror, mund të shkaktonte një përplasje të fortë, të rrezikshme, pas një diskutim, ata kanë marrë vendimin, apo janë duke testuar mundësinë që të krijojnë këtë polin e ri. A do ta krijojnë këtë pol apo jo? Unë nuk jam në gjendje ende ta them këtë. Por ju duhet ta dini se populli ynë i mençur ka thënë vazhdimisht, atë që ka vorba që zije e di luga që e përzije. Sigurisht ne nuk jemi luga, ne jemi përtej lugës, jemi jashtë lugës, as nuk e kemi në dorë lugën, nuk e dim as temperaturën, tentojmë ta masim atë, tentojmë ta kuptojmë nga larg. Për të parë temperaturën e gjellës, për të parë erëzat që do të ketë kjo gjellë brenda, dhe për të parë nëse pjatat tona të raskapitura thyra dhe të bëra cop-cop nga hajdutët tanë, do të ketë gjë për popujt e vegjël dhe çfarë mund të ketë aty, ne po përpiqemi të kuptojmë. Sepse kështu do të kuptojmë ky rend i ri botëror dhe ky sistem i ri nëse do të vihet në funksion pas 1000 pikë pyetjeve të mëdha të cilat do t'u japin përgjigje fillimisht. Ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se çfarë do të ndodhë me ne. Po atëherë nëse ndodh, çfarë mund të ndodh? Si mund të ndahet bota? Po fuqitë e tjera ku janë? Ku është lindja e mesme? Ku është Turqia? Ku është Afrika? Ku është Brazili? Ku është Amerika Latine? Ku është Anglia, Gjermania e Madhe? Ku janë Skandinavët? Asgjë kundi nuk janë në këtë botë të re, në këtë pesçe të re që projektohet në Washington. Një pesçe e cila synon të riformatoj botën mbi bazën e një qeverie ndonse të pa deklaruar botërore, qeveriset nga këto 5 fuqi të dominuara nga kryetari i bordit ekzekutiv, që janë amerikanët.
Washingtoni beson se duke e hedhur këtë tezë në Pekin, në Moskë, në Indi, në New Delhi dhe në Tokyo, ata mendojnë se mund të përthithin rivalitetin dhe përplasjen e madhe ekonomike, gjeopolitike dhe ushtarake dhe ruajnë leadershipin e botës, të cilin ata mendojnë se mund ta humbasin në rast se do të shkojnë në një përplasje afatgjatë, sepse vetë raportet amerikane sot tregojnë qartësisht se në një përballje direkte me Kinën sot hyni në shtypin amerikan. Shihni dhe lexoni dhe hulumtoni në think tanket amerikan, të cilat flasin ata vetë, jo lindja, jo perëndimi, jo Rusia, jo Kina, në një skenar fatal për Taiwanin, që është nga dita në ditë më afër se kur, çfarë mund ndodh, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë përballja me Kinën dhe do të ketë kosto të mëdha, do të ketë fatura të mëdha. Ndërkohë që një përplasje fatale, qoftë me Kinën, qoftë me Rusinë, shkon në përplasje bërthamore. Përplasjen bërthamore sot duan ta evitojnë të gjithë. Pse? Sepse bota qeveriset nga ajo që jo kam thënë vazhdimisht. Bota qeveriset nga korporatat. Politikanët janë zarë të vegjël, të cilët luajnë lojën e madhe. Korporatat, parat, kapitali, bizneset, fuqitë e mëdha, gjigantët e mëdhej, janë ata të cilët luajnë gurët e shahut në lojën e madhe të kombeve. Ndaj, në qoftë se ndodh një skenari tillë hipotetikisht, ku jemi ne? Bota pritet të ndahet në skema të reja, me skema të reja, me zona influence të reja. Pra, në qoftë se shkojmë drejt këtij akordi, drejt kësaj marrëveshje, amerikanët do të merren vesh me kinezët, rusët, indianët dhe japonezët për të ndarë influencën e tyre në zonat tradicionale të influencës dhe duke ndarë tortën e botës sipas një këndvështrimi të ri, i cili ruan aleatët e secilit tek pjesa që ka pasur dominancë tradicionale, ose dikush nga ish aleatët bëhet lojtar i ri, i cili kalon nga njëri kamp në tjetrin. Neutraliteti është i refuzuar. Sot nuk ka më neutralitet. Do të jesh në njërin kamp apo në tjetrin, dhe këtë nuk e vendosin dot ne gjithmonë. Ndoshta një jalë të re, ndoshta një marrëveshje e madhe e re, i çon të vegjëlit nga një vend, nga një zonë influencë në një zonë tjetër, me një të shkruar të lapsit. Askush nuk e di se ku e kemi ne shqiptarët vendin. Dhe që ta kuptojmë se ku e kemi ne shqiptarët vendin, hajde ta shohim pak tablon në rrafshin e saj më të gjerë. Ku janë turqit? Ku janë arabët? Ku janë afrikanët? Ku është Azia qendrore? Ku janë afrikanët? Ku është Amerika Latine? Asnjëra nga këto nuk është në llogarinë e këtij projekti të ri. Pse? Sepse ato janë fuqi të cilat të gjitha bashkë nuk e kanë fuqinë për sfiduar Amerikën, të bërë bashkë me Kinën, Rusin, Indin, Japonin. Çfarë do të thotë kjo? Lindja e mesme dhe vendet arabe janë kryesisht satelitë të amerikanëve dhe konsiderohen pjesë e tyre. Nuk kemi arsye të negociojmë diçka që e kemi në xhep. Turqit janë fuqi e madhe, të cilët po tentojnë vazhdimisht të dalin me presidentin Erdogan dhe me lojtarët e ri si Hakan Fidan dhe lojtarë të tjerë karizmatik brenda Turqisë, të cilët po kërkojnë ta transferojnë Ankaran nga lojtar rajonal në lojtar global, në lojtar me fuqi botërore. Por deri tani, Ankaraja mbetet jashtë ndikimit të kryezave të mëdha sipas këndvështrimit të Donald Trump. Por arabët dhe turqit dhe afrikanët dhe latinët dhe europianët a mund të bëhen bashkë? Kjo është një pikpyetje e madhe. Dhe nëse bëhen bashkë, a ka mundësi të lidhen ato çfarë i lidh? Një, nuk kanë nyje kulturore që i bën bashkë, nuk kanë nyje religjioze që i bëjnë bashkë, se janë komplet të ndryshëm, dhe ka shumë pak gjasa dhe mundësi që satelitët amerikanë të dalin nga boshti amerikan dhe të rrezikojnë në lojra të mëdha, aq më tepër vendet e vogla të cilat kanë fuqi, kanë kapitale të mëdha dhe të cilat nuk mund të rrezikojnë në lojra gjeopolitike të mëdha pa provuar dhe pa testuar se ku mund t'i nxjerrë loja në fund të ditës, sepse mund të jetë shumë e rrezikshme për to. Ndërkohë amerikanët mendojnë se këto do të mbeten satelit
dhe 5 fuqit botërore janë ata që do ta drejtojnë botën. Siç u thash në fillim, britanikët nuk i kontrollojnë më detet dhe oqeanët. Italianët nuk janë më Italia e këpucëve të bukura dhe industrisë bukur dhe e fjatit dhe e industrive të mahnitse me të cilat Italia ka pushtuar botën. Gjermania gjithashtu nuk e ka më fuqinë që ka patur e ndonse, po përgatitet të ngrihet fuqimisht. Franca nuk është më Franca, e zbythën nga Afrika, e zbythën nga lindja e mesme dhe nga të gjitha rajonet ku ajo kishe sunduar apo kishe kërkuar dominancë nëpërmjet Sykes-Picotit apo marrëdhënieve të tjera ndërkombëtare. Ndërsa sa i përket Brazilit, si lokomotiva gjeopolitike, ekonomike dhe politike e Amerikës Latine, as Brazili nuk është tek llogaritë e Washingtonit në këtë formulë të re. Pse? Sepse amerikanët besojnë se e gjithë Amerika Latine duhet, është, ka qenë, mbetet dhe do të jetë satelit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkë me Kanadan, dhe si e tillë ajo nuk mund të konsiderohet si pol dhe as do të lejohet që të jetë në pol tjetër. Por pyetja më e madhe këtu është: a do të pranojnë rusët dhe kinezët që të ketë një botë të re, të drejtuar nga pesqja dhe në leadershipin e Washingtonit? Kjo është një pikpyetje e madhe, e cila i zgjidh shumë dilema. Dhe ndërkohë që ne bëjmë pyetjen $1.000.000, rusët vazhdojnë të luajnë fuqimisht në Afrikë, në lindjen e mesme kërkojnë të rikthejnë terrenin dhe ndikimin e tyre. Në Indi shkoi Putini dhe u takua me liderin indian. Kina po luan fort, Japonia po luan fort, të gjitha ekipet e këtyre fuqive po luajnë fort, ndërkohë dhe fuqitë e mesme, si Turqia dhe fuqitë të tjera rajonale që po testojnë kalimin në nivel ndërkombëtar, janë duke kaluar në këtë moment dhe duke u përpjekur që të dalin në këtë sfidë të re dhe duke bërë kalkulimet të tyre se çfarë do të ndodh me ta në rast se kjo formulë aplikohet. Sigurisht, Rusia po shkon drejt Venezuelës dhe po i afrohet doktrinës Monroe për ta goditur atë, pra, nëpërmjet mbështetjes dhe suportit që po jep Maduros. Putini ka premtuar suport atij në një farë mënyrë si një tentativë e rusëve për të thyer dominancën absolute në hemisferën e Amerikës Latine të Washingtonit. Kjo është ajo që po projektohet në botë. Në ndritën e kësaj, tashmë të shohim 4 formulat, 3 apo 4 formulat që po përdorin zuzarët e Tiranës për të mashtruar popullin e mbetur shqiptar. Këtë popull të dërmuar, të shkret, të mirë, që është fantastik, që shkruan 220 komente mbrëm, dhe më thot Kreshnik jemi gati. Ju aputh duart secilit një nga një. Kokët tuaja, duart tuaja ju aputh, sepse e di që e thoni me shpirt, po do të bëhemi gati. Do të bëhemi gati për të bërë gjithë shka duhet, në momentin e duhur, në kohën e duhur dhe me formën e duhur. Një, duke demaskuar lojën e renegatëve të Beogradit dhe zuzarët e anti-shqiptarisë të cilët dominojnë politikën shqiptare 34 vjetë. Thanë se ishin me licencë amerikane dhe se licenca amerikane tashmë ka përfunduar sepse SPAK-u do t'i godas. Ndërkohë, në vend që SPAK-u t'i godas, po vjen gjykata kushtetuese dhe shpëton Belinda Ballukun, buldozerin e korrupsionit, këtë të krimbur në hajdutëri dhe në korrupsion, e shpëton nga kthetrat e SPAK-ut dhe e pezullon vendimin e SPAK-ut për ta pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren e korrupsionit të hajdutit më të madh të vendit, që është Edi Rama, i cili e mbron Belinda Ballukun me thonjë për të mos e lëshuar atë, sepse e di se po ra Belinda Balluku do të bjerë e gjithë kështjella e tij, dhe bashkë me ta është lojtari i tretë i Ramizalis, Sali Berisha, i cili kontrolloi Partinë Demokratike me dorë prej hekuri, duke i eliminuar të gjithë themeluesit e saj dhe duke pushtuar atë nga sorosianët dhe në fund fare duke bërë marrëveshjen me sy të hapur, ditën për diell, për t'i treguar shqiptarëve që ne, unë dhe Rama, Sali Berisha dhe Edi Rama, nuk kanë më nevojë për shqiptarët. Ata i kanë bërë pazaret në lojën e madhe. I kanë bërë pazaret me kë? Me George Sorosin, të cilit Sali Berisha i dhuroi të gjithë njerëzit e tij, ja futi deputet në parlament. Dhe George Sorosi po përgatit lojtarët e ri të sistemit.
dhe shkoi e mori Endri Shabanin. Pasi i bëri një shërbim bashkë me Adriatik Lapaj, që financohej nga Berisha dhe Meta, dhe Endri Shabani që financohej nga Edi Rama, tashmë e morën Endri Shabanin dhe ja bën dhurat këtij rebelimi, këtij marksisti që luante me syzet e tij dhe u thoshte shqiptarëve që jam djali i edukuar në Oxford, në Sexford. Ky llum marksist i cili i gënjeu shqiptarët dhe me porosi të Kavjes Soros erdhi dhe u vendos në krye të avokatit popullit, jo se avokati i popullit është një pozicion shumë i rëndësishëm politik, por për t'i treguar sistemit se në këtë vend vendos akoma Sorosi. Ai dhe tentakulat e tij. Dhe se Soros në Shqipëri ka një marrëveshje të qartë me Sali Berishën dhe me Edi Ramën. Sali Berisha i cili i gënjen shqiptarët dhe demokratët se po pret i hiqet non grata nga Donald Trumpi. Dhe ai mendon se mundet të gënjehet Donald Trumpi dhe Washingtoni dhe Shtëpia e Bardhë që ky qen ka liberal. Në fakt, në rrugos çfarë ka filluar, skema e dytë e mashtrimit sot është që kanë dalë zuzarët e tyre nëpër media dhe po artikulojnë tezën tjetër që Sorosi është bashkë me Trumpin. Ju nuk duhet të shikoni më këtë historinë me Soros dhe me Trump. Fakt, mua nuk më intereson e gjitha kjo, sepse unë nuk besoj tek engjëjt në politik, por mua më intereson se si po e luajnë ata lojën, në mënyrë që t'ju ngulin thikën e fundit ju, mua dhe të gjithë shqiptarëve që duan të pushtojnë, të shpëtojnë prej këtyre bastardëve hajdut të Ramizalisë, të cilët e shkatëruan këtë popull dhe tashmë duan t'i fusin shkelmin e fundit përpara lindjes së sistemit të ri botror me marrëveshje të ngushta ndërkombëtare, të cilat shesin Shqipërinë në jug të Shqipërisë dhe në veri të saj, pasi bota e re, e cila pritet të lindë, do të lihet në ndikimin e fuqive më të mëdha rajonale, që do të thotë fuqit më të mëdha rajonale kontrollojnë fuqit më të vogla rajonale. Dhe Berisha dhe Rama, të cilët punuan për 34 vite me urdhër të Partisë Komuniste të Shqipërisë për ta lënë Shqipërinë të dobët, ishte plani me dirigjimin e George Sorosit për t'i lënë shqiptarët të dobët në mënyrë që të ishin të dobët dhe të ekspozuar ndaj fqinjve të tyre jugor në Athinë dhe në fqinjve të tyre verior në Serbi, në Beograd. Këtë e realizuan me sukses dhe vazhdojnë ta realizojnë sot nëpërmjet vrasjes dhe ekzekutimit të çdo lojtari politik i cili nuk kontrollohet nga ata. Rama dhe Berisha janë bashkë. E prodhuan Endri Shabanin për t'i dhënë mesazh shqiptarëve se ne do të kontrollojmë gjithçka dhe se lojtarët e Sorosit janë ata të cilët do të vazhdojnë lojën. Për t'i dhënë mesazh shqiptarëve atë që e kanë shpikur vetë dhe për ta çuar gënjeshtrin deri në fund. Soros dhe Donald Trump janë në thelb bashkë. Kanë bërë një marrëveshje, janë në marrëvesh, ndaj mos prisni t'ju shpëtoj as Amerika, as Departamenti i Shtetit, sepse jeni të shitur o shqiptar. Kjo është skema e dytë e mashtrimit që bëjnë dhe skema e tretë është nxjerrja dhe riprodhimi i Adriatik Lapaj, i cili mori 70.000 vota të shqiptarëve, i vodhi nga rebelimi popullor bashkë me bushtrën e kuqe marksiste Endri Shabanin e Oxfordit, i morën këto vota dhe i quan dëm, duke i gënjur shqiptarët, sikur Endri Shabani ishte kundër Edi Ramës dhe kundër Sali Berishës, ndërkohë ai ishte një zar i vogël i tyre, i sponsorizuar nga armiku më i madh i Amerikës, i njerëzimit dhe shqiptarëve, George Soros. Ky shkatërrimtar i jetës njerëzish dhe i vendeve të vogla që e do Shqipërinë nën Beogradin. Ky është plani i madh. E morën Adriatikun dhe Endri Shabanin, e grabitën urrejtjen popullore dhe e quan dëm, e hodhën në koshin e plerave të historisë dhe i pari e mori shpërblimin, u bë avokat i popullit, ndërsa tjetri çoi tezën e tij në parlament. Dhe çfarë është skeçi tani? Duan të ndërtojnë
heroin e ri, lapajn e ri, i cilit i kanë thënë shko me karrigën ulu përballë kryeministrisë dhe ne do të bim mediat e zagarëve të Tiranës, të cilët janë të oligarkëve që paguhen nga paratë dhe tenderat dhe koncesionet dhe PPP-t e hajdutit më të madh të vendit dhe të historisë Shqipërisë, Edi Rama dhe të bashkëpunëtorit të tij Sali Berisha, këto televizione, bushtrat e mediave të Shqipërisë, të cilët pretendojnë se bëjnë gazetari me Gridën Fevziun dhe Ylli Rakipin, këto televizione ordinere, të cilat i shërbejnë vetëm një padroni, Edi Ramës dhe shërbëtorëve të tij dhe padronëve të tij në Beograd, këto media, kuçedra, këto flisira mediatike, të cilat pretendojnë se përfaqësojnë media në Shqipëri, shkojnë natë për natë dhe i drejtojnë mikrofonët Adriatik Lapajt dhe i tregojnë shqiptarëve se po ndërtohet një heroi i ri atje në shesh përballë kryeministrisë, sepse ky është shpërblimi që duan t'i japin Adriatikut. Ta krijojnë heroin e tyre të ri, që Adriatiku të vi sërish, t'i vjedhi edhe një herë zemratën popullore dhe t'i çojë në rrotë të sëmës, atje ku i çojë edhe 70.000 votat, bashkë me mashtruesin kuçedrën marksiste Endri Shabani, i cili sot e mori shpërblimin. Këto janë skemat e mashtrimit. Si mundet ju të besoni dhe të mendoni se Adriatik Lapaj, i cili i bëri shërbim këtij sistemi dhe shkoi u bë alat me Endri Shabanin sepse kishte me detyrim, e kapën nga testikujt. E kapën tikun nga testikujt, ata që e financuan. Saliu me Metën. Dhe Rama që kishte Shabanin, i thanë do të bëheni bashkë. Dhe ju të dy do të digjni votat e opozitarizmit të vërtet. Atë bën. I dogjëm dhe sot baxhellat e pista që quhen media, baxhellat e medias shqiptare, shkojnë dhe u drejtojnë mikrofonët dhe dalin nëpër studio dhe të gjitha baxhellat dhe prostitutat dhe të përdalët e këtij sistemi të Ramizalis, që i ka lënë Ramizalia amanet, dhe që janë shërbëtorët e Beogradit dhe spionët e UDB-s jugoslave, që kontrollojnë gjithçka sot në Tiranë, shkojnë dhe u zgjasin mikrofonat Adriatik Lapajt. Ua, zoti Lapaj çfarë e duke bërë, ndërsa Lapaj bën sikur zihet me policinë atje që të ndërtojnë heroin e ri për të mashtruar shqiptarët, ndërkohë që Lapaj më shumë se sa të ruaj kockat e veta dhe shpirtin e vet dhe trupin e vet nga goditjet e policëve, u thot të tjerëve të lutem, më bëni një selfie që janë duke më goditur policat, sepse duhet ja çojmë bushtrave dhe prostitutave të televizioneve në darkë që t'i mashtrojmë shqiptarët dhe të ndërtojmë kë heroin e ri, Adriatik Lapaj, që është një mashtrues një lloj si Endri Shabani, shërbëtor të Edi Ramës, të Sali Berishës dhe të Beogradit. Kjo është e ardhmja e Shqipërisë tuaj. Ne do të dalim dhe do ta shpëtojmë Shqipërinë, edhe sikur kjo na kushtoj jetën. Nuk do të heshtim. Do të shkojmë deri në fund. Kur do ta bëjmë, do t'ju njoftojmë shumë shpejt. Do të dalim, do të flasim, do t'i degenerojmë këta të përdal, këta anti-shqiptar, këta bushtra anti-shqiptar, të cilët po bëjnë gati arkivolin e Shqipërisë. Në këtë moment ku bota po ndryshon dhe ekuilibrat global po ndryshojnë. Në qoftë se nuk e bëjmë, e paçim haram emrin shqiptar dhe mos na qoftë koka. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tradhtarëve. Natë mirë për sonte dhe fundjavë të qetë për të gjithë.